tek bën kompromise, tek bën gjithçka tjetër në raport vetëm që vendi mos mbetet pa institucione. Pyetja ime direkt është kjo, a besoni që keni mësuar nga këto lëvizjet e nënshkurtit, sepse pas 28 dhjetorit unë besoj që zgjedhjet prodhojnë një situatë re pa paragjykuar rezultate. Në situatën ku ju keni një pozicion më të mirë politik se në zgjedhjet e 9 shkurtit, a besoni që LDK-ja në secilin variant duhet ta marrë këtë rolin e përfshirjes për krijimin e institucioneve? Visare përmendim në moment tha do të bëj çmos me kriju institucionet, por unë them që do ta marr rolin që mos më bën matematika prap të propozimeve qeverive gjithë përfshirëse, prap të ideve që nuk shkojmë me PDK-n, nuk shkojmë me AK-n, nuk e bëjmë në PAN etj etj. E thash gjithnjë duke u thirrë që situata pas zgjedhjeve prodhon një situatë re politike. Po, e para për përgjegjësinë tonë historike për formimin e institucioneve, dihet botërisht se ne jemi parti shtet formuese dhe gjithmonë në ballë të detyrës. Edhe kësaj here kemi qenë. Kanë ndru format, kanë ndru numrat, dhe për këtë ne jemi parti me qasje tepër serioze të një gare ku kemi dhënë një ofertë serioze dhe me që nuk e kemi marrë maksimumin ose numrin e votave të nevojshme për me udhëheq një qeveri, ne jemi përcaktuar për me qenë opozitë dhe kjo është e drejtë kushtetuese e një partie politike. Me thonë të drejtën, do me thonë, dhe ne nuk mund të gjykohemi pse jemi sot në këtë pozitë, sepse i kemi pas qëndrimet e qarta. Përkundrazi, elektorati jo na ka aplaudu për konsistencën tonë në qëndrime. Tash, kush nuk i ka bojë institucionet, kushtetutshmërisht është e përcaktume, vetëvendosja e ka pas këtë drejtë dhe mundësim për me e formu shumicën. Pse i kanë selektu ata partnerët? Pse e kanë bërë një selektim? Aty duhet me i gjyku vetëvendosjen. Pse e ka marrë vendimin me i dhonë dikujt oferte, dikujt jo? E dyta është, pse një parti që i ka 28 deputet nuk ka potencial për me e rrit me mri deri në 61? A din çfarë do me thonë? Flet shumë për vetëvendosjen si parti që s'ka potencial. Mirë, nuk është problemi tash vetëvendosje, me çeni ju këtu, po flasim për LDK-n. Po, jo, ju po thoni mos na gjykoni, tregoj pse gjykohet LDK-ja. Jo, sepse mundesh mi thon akademi politike LDK-s se mos u gjyku, sepse njerëzit presin për LDK-s. Jo, njerëzit presin për aty që e kanë votuar. Jo, elektorati tyre pres prej tyre. Më qartë, besoj që e sqarojmë domethënë rrugës. LDK-ja tradicionalisht në momentet caktume kanë ndërhyrë dhe kanë nxjerrë vendin prej shumë situatave. Edhe pse i ka pas kosto politiku, unë e kuptoj, po e di. Unë këtë prizën po flas. Po, LDK-ja kush të gjykon PDK-n asa akën? Ani pse mund të ketë numra më shumë se ju? Është pikërisht kjo që e tham, nëse LDK-ja ka këtë rol, udhëheqës që ka pas, pavarësisht numrave. Për LDK-s kanë pritë edhe sot. Çka kam priton? Unë kom përgjatë të miratum. Kështë e pasë shumë për temave të përfundume. Sështë e mundu, se s'ka pas Gjithçka tjetër. Nuk ka pas mundësi. Jo, ka pas mundësi. Për para propozimit të qeverisë gjithë përfshirëse, nuk ka nevojë Kosova për qeverisë gjithë përfshirëse. Më vjen keq, nuk ka nevojë për 5 kryeministra. Një vjet i ki 5 kryeministra. Secili kryetari i partisë është kryeministri i ministrave vet. Nuk funksionon. Jo, funksionon se ti mundesh me gjetë një person që pajtohen të gjithë. Nuk funksionon dhe e dini shumë mirë. Mbi se këto janë qëndrimet tona. Jo, deri sa kemi propozuar, ne kemi qenë të bindur që është zgjidhja më e mirë për momentin. Po nuk ka dalë që zgjidhja, nëse mundem. Po, nuk është që na